Magnati i Microsoft, Bill Gates, i dha ish gruas së tij Melinda gati $8 milion, 5 vjet pas divorcit të tyre i cili u nxit nga fashatemet për lidhjen e tij jashtëmartësore dhe marrëdhëniet e tij të ngushtë me Jeffrey Epstein. Gates bëri donacion prej $7.88 miliardë për fondacionin e Pivotal Philanthropy të Melindas në vitin 2024, zbuloi The New York Times së fundi. Melinda dha dorëheqjen nga fondacioni Bill dhe Melinda Gates, të cilën e drejtojnë bashkërisht nga maj 2024 dhe sugjeroi që ish bashkëshorti i saj të dhuronte $12.5 miliardë për fondacionin e saj të ri, i cili punon për të çuar përpara programi shoqëror të grave. Një zëdhënës i Pivotal konfirmoi për gazetën se marrëveshja prej $12.5 miliardë ishte përfunduar dhe se donacioni gati $8 miliardë ishte pjesë e asaj marrëveshjeje. Donacioni u raportua në deklaratën tatimore të vitit 2025, por nuk është e qartë se si u nda pjesa tjetër e marrëdhënieve për $12.5 miliardë ose ku e bën donacionin. Antari i kryesisë së Guxoku, Tim Hajdai, me një prononcim për bota sot, thotë se LDK-ja po kalon krizë të vazhdueshme të brendshme që nga ardhja e Isa Mustafës dhe bashkëqeverisja me PDK-n, e cila i kushtoi rënë në besimin e elektoratit. Sipas tij, LDK u ndëshkua fillimisht në zgjedhjet e 14 shkurtit 2021 dhe përsëri pas bllokimit 10 mujor të institucioneve pas 9 shkurtit 2025, ku ajo ishte faktor kryesor. Hajdai vlerëson se LDK-ja humbi një rast jetik për të hyrë në bashkëqeverisje me lëvizjen Vetëvendosje Guxo dhe ALT dhe për të kontribuar në krijimin e institucioneve dhe zgjedhjen e presidentit. Liga Demokratike e Kosovës po e kalon edhe një sfidë dhe proces tjetër të vështirë të brendshëm politik për të përcaktuar për të ardhmen e saj politike dhe kombëtare. LDK, zanafillën e krizës së brendshme politike, e ka patë qysh se prej ardhjes së Isa Mustafës në krye të saj dhe pastaj me lidhjen e qeverisjes që u bë me PDK-n e Hashim Thaçit, përkundër atëherë vullnetit të antarësisë dhe elektoratit të LDK-s, e që pastaj vijoi edhe me zgjedhjen e Hashim Thaçit për president, por pa u thelluar shumë në detajet e asaj bashkëqeverisje jo parimore LDK-PDK, ajo i pat kushtuar shumë LDK-s kur edhe u ndëshkua fort nga elektorati në zgjedhjet e 14 shkurtit 2021. Për mendimin tim, ndëshkimi i dytë i madh që në vijim i ndodhi LDK-s pa ndryshuar dhe mësuar asgjë nga gabimet politike dhe ndëshkimi që e posoi në zgjedhjet e 14 shkurtit 2021 në raport me politikat e PDK-s është periudha e pas 9 shkurtit të vitit të kaluar, e bllokimit 10 mujor, mos krijimit të institucioneve shtetërore të Kosovës, ku më e zëshme dhe më bllokuese u veçua vetë LDK-ja, për çka prapë u ndëshkua nga elektorati në zgjedhjet e 28 dhjetorit të vitit që po e lëm pas. Ajo krizë bllokuese e krijuar nga LDK-ja ishte e pakuptueshme kur dihet se Liga Demokratike e Kosovës kishte rastin jetik që pas zgjedhjeve të 9 shkurtit 2025 të hynte në bashkëqeverisje me lëvizjen Vetëvendosje dhe Guxo për t'i ofruar Kosovës të gjitha mundësitë për të ecë përpara me krijimin e qeverisë së re dhe për të mundësuar me marrëveshje politike zgjedhjen e presidentit të Kosovës. Hajdai thekson se koalicioni i qeverisës do t'i sillte Kosovës stabilitet afatgjat dhe se LDK-ja duhet të t'i kërkojë fajet brenda vetes së saj. Sipas tij, do të ishte gabim fatal nëse LDK-ja nuk arrin marrëveshje me Albin Kurtin për të mbështetur Vjosa Osmanin për mandat të dytë si president. Ai vlerëson se LDK-s i duhet Kosovës dhe nuk duhet të rrafshuar politikisht, ndërsa koalicioni fitues, lëvizja Vetëvendosje, Guxo, ALT dhe PSHDK nuk duhet të ushtrojë trysni ndaj zhvillimeve të brendshme të saj. Hajdai përfundon se përgjegjësia e qeverisë është të vazhdojë sukseset dhe të krijojë kushte për zgjedhjen e Vjosa Osmanit në interes të Kosovës. Populli jon kishte nevojë për atë bashkë koalicion qeverisës sepse i ofronte Kosovës stabilitet afatgjat në fushën politike të sigurisë ekonomike dhe të mirëqenies qytetare. Prandaj unë mendoj se LDK-ja duhet të kërkojë fajtor tjetër krah përveç brenda gabimeve të saj udhëheqëse në partinë, ka thënë ndër të tjera ai.